A e dini se e vetmja gjë pozitive e këtyre zgjedhjeve midis 1100 të këqijave është futje në parlament e partive të reja, të cilat nuk janë një fraksion i partive të vjetra ose nuk bën një koalicion për të futur në parlament, por janë në parlament të vetme. Shpresojmë që të sjellë një debat konstruktiv që ka munguar vërtet këtij parlamentit, të sjellin ide të reja, frymën e re, fytyra të reja, të sjellin energji të reja, të japin një freskim këtij parlamenti të vjetër dhe të kalbur. Jam vërtet për të inkurajuar se patën një fushat elektorale të pabarabartë, duke pasur përballë një pushtet të kalbër të vjetër, një makinë kollaboruese e cila vodhi, grabiti dhe bleu votat. Se sa do jenë të aftë që të ruajnë identitetin e tyre, duke qenë një zë i vetëm dhe i fortë, një opozit e vërtet dhe e vetme, duke qenë një mundësi, një alternativë për çevarisur vendin nesër. Çfarë do ndodhi nesër? E nesërmja është vërtet një mister. Kjo është vërtet për t'u parë.